Abrahami dhe Melkizedeku, Zanafilla 14, 1-24. Zanafilla 14. Le të lexojmë disa vargje kyçe që na ndihmojnë për të kuptuar këtë mësim. Kur Abrahami mësoi se vëllai i tij ishte zënë rob, ai armatosi njerëzit e servitur shërbyes lindur në shtëpinë e tij, gjithsej 318 veta dhe i ndoqi mbretërit deri në Dan. Vargu 14. Atëherë Melkisedeku, mbreti i Salemit, solli bukë dhe verë. Ai ishte prifti i Perëndisë më të lartë dhe bekoi Abramin duke thënë: Qoftë i bekuar Abrami nga Perëndia më i lartë, sundimtari i qiellit dhe i tokës, dhe Abrami i dha 1/10 e çdo gjëje. Vargu 18 deri në 20. Por Abrami ju përgjigj mbretit të Sodomës: Nuk do të marr asgjë nga ajo që të përket, as edhe një fije apo një lidhse këpucësh, me qëllim që ti të mos thuash, unë e pasurova Abramin. Vargjet 22 dhe 23. Zanafilla 14 është kapitulli të parëve. Lufta e parë e regjistruar në Bibël. Fjala e parë prift, e dhjeta e parë dhe titulli i parë, Perëndia më i lartë në qendër të tij, 2 takime pas një fitore, njeri me priftin mbret që sjell bukë dhe verë dhe bekim, tjetri me mbretin e Sodomës që sjell një ofertë me gret të fshehur, si i fiton njeriu i besimit betejat, dhe më vështira si mbi jeton ai i fitoreve. Konteksti historik dhe kulturor. Skena hapet si një kronik ndërkombëtare. Imagjinoni, ky do bënte lajmin ndërkombëtar për sot. 4 mbretër të lindjes, koalicioni i Kedorlaomerit të Elamit kundër 5 mbretërve të luginës së vdekur, që pas 12 vjetësh nënshtrimi ngritën krye. Lufta ishte pra një ekspeditë ndëshkimore për të rivendosur kontrollin mbi rrugët tregtare të jugut. 4 shja fitoi, plaçkiti Sodomën e Gomorrën dhe mes plaçkës mori edhe një emigrant nga kodrat, Lotit, që banonte në Sodom. Vargu 12. Vini re shkallën te kapitulli 13, ngriti çadrat drejt Sodomës, tani banon në ta, dhe lugina që ai zgjodhi syt si parajs i doli fush beteje. Pasuritë e kapura me sy u bën plaçk lufte brenda një kapitulli. Ajo që zgjidhet pa Perëndin s'ka garanci prej Perëndis. Kujdes. Po ashtu duhet kuptuar për masat e guximit të Abramit, 318 shërbëtor të lindur në shtëpinë e tij, besnik të stërvitur, por gjithsesi një fis blegtoral kundër koalicionit që sapo kishte mundur 5 mbretër bashk. Sipas çdo llogarie ushtarake, ndjekja ishte një vetvrasje e sigurt. Por Abrami përdori atë që kishte shpejtësi, natën. Vargu 15, sulmi i ndarë në grupe, natën. Dhe mbi të gjitha Perëndin që Melkisedeku do të shpallë si burimin e vërtet të fitores. I bekuar qoftë Perëndia më i lartë që të ka dhënë në dorë armiqtë e tu. Vargu 20. Besimi nuk i numëron armiqt, numëron premtimet. Le të ndalemi tek vargjet 1 deri në 12. Loti në mes të plaçkës. Teksti e regjistron rënien e Lotit me një ftohtësi që dhëmb. Mbretërit morën gjithashtu Lotin, birin e vëllait të Abramit, bashkë me pasurinë e tij dhe ikën. Ai banonte në Sodom. Gjithçka që Loti zgjodhi me sy, lugina, pasuria, afërsia me qytetin, u bë një herësh prangat e tij. Kjo është logjika e ashpër e zgjedhjeve pa Perëndin. Ato nuk qëndrojnë neutrale, një ditë të marrin peng. Por vini re, edhe hirin e fshehur në tragjedi, robëria e Lotit u bë rasti i çlirimit të tij. Hera e parë dhe jo e fundit, që Perëndia përdor pasojat e zgjedhjes së gabuar për ta tërhequr njeriun prapa. Edhe pas kësaj, Loti do të kthehet në Sodom, por dora e hirit nuk i mungoi asnjëherë. Vargje 13 deri në 16. Vëllai i tij, dashuria që nuk mban llogari. Kur Abrami mësoi se vëllai i tij ishte zënë rob, sërish fjala e ngrohtë e kapitullit 13. Abrami kishte çdo arsye njerëzore të thoshte e zgjodhi vet luginën, le t'i vjel frytet. Asnjë fjalë e tillë, asnjë qortim, asnjë ta thash unë, vetëm veprim, a armatosi, ndoqi, çliroi. Kjo është dashuria vëllazërore e vërtet. Nuk pret që tjetri ta meritoj shpëtimin dhe nuk ja përplas gabimin në fytyrë ndërsa e shpëton. Krahasojmë Galatasit 6:1, ndreqeni me frymëbutësi e njëri tjetrit. Dhe vini re se gjithashtu aleancat e urta, Mamreu, Eshkoli dhe Aneri, aleatët amorej të Abramit, vargjet 13 dhe 24, njeriu besimit nuk jeton i izoluar nga fqinjet e tij,
por i fiton ata me karakterin e vet. Vargjet 17 deri në 20. Melkizedeku, prifti mbret nga skund. Dhe pastaj në luginën e mbretërve shfaqet papritur figura më misterioze e Zanafillës, Melkizedeku, mbreti Salemit dhe prifti Perëndis më të lartë, pa hyrje, pa gjenealogji, pa histori. Në një libër që i numëron brezat me kujdes fanatik, kjo është heshtja e qëllimshme dhe gjëmuese. Ai mban dy detyra që në Izrael do të ndaheshin rreptësisht, mbret dhe prift njëkohësisht. Dhe vjen jo me shpatë, por me bukë dhe verë, ushqim për luftëtarët e lodhur, dhe siç do ta shoh kisha ndër sheku një hije e hershme e tryezës që prifti ynë i madh do të shtrojë një natë në Jeruzalem, dhe bekimi i tij i ve gjërat në vend. Fitoria s'ishte e 318-ve, ishte e Perëndisë më të lartë që t'i dha armiqt në dorë. Abrami përgjigjet me gjestin që flet më shumë se fjalët, i jep të 10-ën e gjithçkaje. Nderimi i parë i regjistruar i një besimtari ndaj priftit të Perëndisë. Kush ishte në të vërtetë Melkizedeku? Besimtarët kanë dhënë dy përgjigje kryesore ndër shekuj. Disa e shohin si shfaqje të vet birit të Perëndisë para mishërimit. Të tjerë, dhe ky duket leximi më i natyrshëm i Hebrejve 7:3, i përngjashëm me birin e Perëndisë, si mbret historik kananej që i shërbente Perëndisë së vërtet. Portreti i të cilit u vizitua me heshtje të qëllimshme për të paraprirë Krishtin. Cili do pikpamje të mbash, funksioni i tij në shkrim është i njëjtë, të na tregojë se ekziston një priftëri më e lartë dhe më e vjetër dhe më e përjetshme se ajo e Levit, dhe se ajo priftëri i përket Krishtit. Vargjet 21 dhe 24. Oferta e Sodomës, që të mos thuash unë e pasurova Abramin. Fill pas priftit me bukë vjen mbreti me ofertë. Më jep persona dhe merr për vete pasuritë. Vargu 21. Sipas zakonit të luftës, plaçka i takon fituesit. Oferta duke bujare dhe e merituar, por Abrami e kishte parë grepin nën karrem. Po të pranonte, historia do të shkruaj mbreti i Sodomës e pasuroi Abramin, dhe premtimi i Perëndisë, unë do të bekoj, do të kishte një konkurrent me emër. Përgjigja e tij është besim solemn në dorën që vjen nga lartë. As edhe një fije apo një lidh se këpucësh. Pasuria nga dora e gabuar është varfëri me kamat. Ajo blen të drejtën e tjetrit për të thënë ti më detyrohesh mua. Abrahami tashmë i kishte mësuar këto mësime më parë. Në Egjipt, ku dhuratat e faraonit i sollën Agarin dhe turpin, këtë herë i pasuruar nga fitoria ai e sheh ofertën dhe thot jo. Rritja e besimit matet pikërisht kështu. Tetundimi i njohur që këtë herë refuzohet. Fjalët kyçe të tekstit. Melkisedek, vargu 18. Emri origjinal bashkon Melek, mbret, dhe Sedek, drejtësi. Mbreti i drejtësisë dhe qyteti i tij Salem lidhet me Shalom, paqe pra. Mbreti i paqes, sunduesi i qytetit që do të bëhet Jeruzalemi. Salmi 76 vargu 2. Hebrejt 7 vargu 2. I shpjegon të dy titujt dhe i dha mbi Krishtin, më parë mbretët drejtësie, pastaj mbret paqeje. Sepse paqja e vërtet ndërtohet vetëm mbi drejtsinë e vendosur. Perëndia më i lartë, vargjet 18 deri në 20, gjithashtu edhe vargu 22. Titulli origjinal El Elyon, Perëndia mbi çdo pushtet, sundimtari i qiejve dhe i tokës. Shfaqet këtu për herë të parë pikërisht në gojën e një prifti jashtë familjes së Abramit, dëshmi se Perëndia kishte dëshmitar të vetët edhe përtej linjës së zgjedhur. Dhe Abrami e merr titullin dhe ja bashkon emrit të beslidhjes, Zotit, Perëndisë më të lartë, vargu 22. I njëjti Perëndi që e thirri në Ur, sundon mbi çdo fush beteje. 1:10. Përmendet tek vargu 20. Fjala origjinale Maaser, e 10. Përmendja e saj e parë në Bibël vjen jo si një ligj, por si përgjigje spontane, mirënjohje ndaj bekimit. Sheku i para Sinait. E 10-a e Abramit thot gjithçka që fitova vjen prej teje, dhe kthimi i një pjesë është rrëfimi im publik i këtij fakti. Dhënia e besimtarit nuk fillon me detyrimin, por me mirënjohjen. As edhe një fije, vargu 23. Shprehje proverbiale plot, nga fija e perit te lidhja e sandaleve, asgjë sado e vogël. Abrami e di se kompromisi financiar nuk matet me shumër, por
por me parimin. Një fije e pranuar nga Sodoma është një litar i nesërm. Integriteti ruhet te fijet, jo te thasët. Lidhja me Krishtin dhe dhjatën e re. Melkizedeku shfaqet edhe 2 herë të tjera në Bibël dhe të dyja herët si dritare drejt Krishtit. E para në psalmin mesianik. Zoti është betuar dhe nuk do të pendohet. Ti je prift për jetë sipas rendit të Melkizedekut. Psalmi 110 vargu 4. Dhe e dyta në shpjegimin e madh të Hebrejve 7, që e merr heshtjen e Zanafilës. Pa atë, pa nën, pa geonologji, pa fillim ditësh e mbarim jete të regjistruar. Dhe lexon si portret të qëllimshëm, i përngjashëm kështu me birin e Perëndis. Ai mbetet prift për jetë të jetës. Hebrejnë 7:3. Krishti është prifti ynë, jo sipas rendit të Aronit që vdiste e zëvendësohej brez pas brezi, por sipas rendit të Melkizedekut, prift dhe mbret njëkohësisht, i përjetshëm pa pasardhës sepse si duhet asnjë. Dhe argumenti i hebrejve shkon edhe më thellë. Abrahami, tani këtu përmendet Abrahami, dhe në hijet e tij Levi me gjithë priftërinë e ardhshme, i dha të 10-ën Melkizedekut dhe u bekua prej tij. Pra ky rend priftëror qëndron mbi atë të Izraelit. Hebrejve 7, 4 deri në 10. Prifti ynë është më i madh se Abrahami. Buka dhe vera. Zanafilla nuk i komenton për vendi ku u dhan, po, Salemi, është Jeruzalemi i ardhshëm. Në të njëjtin qytet mira vjet më vonë një prift tjetër sipas të njëjtit rand mori bukën dhe verën, i bekoi dhe tha: "Ky është trupi im, ky është gjaku im i beslidhjes." Marku kapitulli 14 vargjet 22 deri 24. Ajo që Melkizedeku e solli si ushqim pas betejës, Krishti e bëri kujtesë të betejës së tij. Fitoria jonë e vërtet, e fituar jo me 318 shërbëtor, por me një njeri të vetëm mbi një kryq. Sa herë që marrim bukën dhe verën e darkës së Zotit, ulemi te tryeza që nisi në luginën e mbretërve. Aplikimi për ne sot. E keni dëgjuar ndonjëherë këtë shprehje nga alpinistët e vjetër? Në fakt ata kanë këtë shprehje dhe thuhet që shumica e aksidenteve ndodhin në zbritje, jo në ngjitje. Maja rrihet me tërë kujdesin dhe humbet me relaksimin e pas majës. Zanafilla 14 e di këtë. Tundimi më i rrezikshëm i Abramit nuk erdhi para betejës, por pas fitores me ofertën e artë të Sodomës. Dhe pikërisht mes fitores dhe tundimit, Perëndia dërgoi priftin me bukë e verë. Furnizimi hyjnor mbërriti para ofertës djallëzore. Kështu vepron ai edhe sot. Hiri vjen gjithmonë përpara provës, në qoftë se kemi sy ta njohim. Nga ky kapitull marrim këto mësime. Së pari, shko pas Lotit pa i mbajtur llogari. Loti e zgjodhi vet luginën. Abrami çliroi pas një të thashun, kur dikush që zgjodhi kundër këshillës sa të bie në të lashe, fëmia, vëllai, miku, dashuria vërtet nuk fillon me qortim, por me çlirim. Qortimi pa shpëtim është krenari. Shpëtimi pa qortim është hir. Së dyti, besimi lufton me atë që ka. 318 kundër 4 mbretërve. Llogarit s'dilnin, por Abrahami u nis. Besimi nuk është pasivitet i devotshëm që pret gjithçka nga qielli, pa lëvizur gishtin. Është veprim me gjithë forcat, i mbështetur te Perëndia për rezultatin. Ti stërvit 318 tënde, dhuntit, mundësit, njerëzit dhe Perëndia jep fitoren, besim. Të treti, ruu më shumë pas fitores se para saj. Oferta e Sodomës erdhi pas triumfit, kur Abrami ishte i fortë, i admiruar, i merituar. Momentet e suksesit, ngritja në punë, shërbesa e vlerësuar, bekimi financiar, janë oraret e preferuara të tunduesit, pas çdo maje zbrit me kujdes të dyfisht. Së katërti, jepi Perëndis të 10-ën e majës. Përgjigja e parë e Abramit pas fitores ishte nderimi, e 10-at e prifti i Perëndis, mirënjohja konkrete. Jo vetëm faleminderit me buzë, por pjesa e parë e fitimit, kohës, suksesit, është ajo që e mban zemrën të kujtoj burimin e fitores. Ai që s'kthen asgjë, harron shpejt kush ja dha. Së pesti, refuzo pasurimin që të lidh. Që të mos thuash unë e pasurova Abramin, disa fitime kushtojnë lirinë tënde për t'i shërbyer vetëm Perëndisë.
Paraja me tela të fshehur, favori që pret shpërblim, mundësia që kërkon heshtjen tënde morale, mësoje betimin e Abramit, as edhe një fije. Emri i Perëndis mbi jetën tënde vlen më shumë se çdo plaçk. Së gjashti, mes betejave dhe tundimeve, Perëndia të ka shtruar një tryezë, bukën dhe verën e darkës së Zotit, bekimin e priftit që jeton për jetë. Mos i kalo betejat i pangrën, eja rregullisht te tryeza, merr bekimin dhe kujto kujt i përket fitoria. Përmbledhje. Zanafilla 14 na tregoi Lotin peng të zgjedhjes së vet dhe Abramin që e çliroi pa qortim. 318 shërbëtorët kundër koalicionit fitues dhe Perëndin që jep fitore. Melkizedekun, mbretin e drejtësisë dhe të paqes, priftin nga askund me bukë e verë, dhe të 10-ën e parë të mirënjohjes dhe refuzimin e madh, as edhe një fije, nga dora e Sodomës. Mes fitores dhe tundimit qëndron tryeza e priftit, dhe ajo tryezë përmes Psalmit 110 dhe Hebrejve 7 çon drejt e te prifti ynë i përjetshëm, Jezu Krishti. Mbaje mend këtë varg. Ti je prift për jetë sipas rendit të Melkizedekut, Psalmi 110, vargu 4. Prifti yt nuk ndërrohet, nuk lodhet dhe nuk vdes, dhe tryeza e tij është gjithmonë e shtruar.